Pas ditën e të premtës, në sheshin qendror Liria të qytetit të Durrësit, është zhvilluar protesta e tretë kundër projektit Zvërneci dhe Tit. Oratorët që morën fjalën artikuluan kritika të ashpra, shoqëruar me thirrje për institucionet shtetërore, për më shumë transparencë dhe përgjegjësi në adresimin e shqetësimeve të mëdha të popullit. Zvërneci është icebergu. Maja që ky popull nuk duron dot më. Ju lutem shumë. Mblidhuni për vendin tonë. Mblidhuni për aseun tonë. Sepse vjen keq. Ky vend, ne si popull, kemi hequr shumë. Dhe çdo kush që është ngritur në bazë të sistemit ose në bazë të politikave, e majta dhe e djatha. Ngriuni për veten e juaj. Ska avokat populli këtu. Shkollave të kërkuar avokatëve e popullit dhe ata volojnë ato. Po si do i zgjidhin problemet? Kur unë i kam të kthimi i pronave letrat. To kërkon ashtu, çai thonë. Sindikat, ku ka sindikat policia? Asnjë s'ka këtu në Durrës. Ato jetojnë për pallate, po i nxjerrin nga shtëpitë. Flasin për familje që mezi përballojnë jetën. Ndërsa çmimet rriten pa pushim dhe paga nuk arrin sa të mbajë ritmin e realitetit. Flasin për pasuritë e këtij vendi, që duhen të shpërblejnë qytetarëve të tij, brezave që do të vinë, dhe jo interesave që nuk përputhen me të mirën e popullit. Tu para 6 vitesh, për 5 ditë, u mblodhen 6.890 firma për të mos u prishur shatërane. Unë do që kjo çështje deri te kryeministri, deri në ministri dhe kërkush ne vuni veshin. Sot është thënë që porti do bëhet mrekullia e tetë e Evropës. Faktikisht po ndërtohen vetëm pallate dhe po shitet të nderuar durrësak 5.000 euro 1 metër katror. Turp dhe faqe krim është Gjeografia e zhvillimit të kësaj proteste pati një shtrirje hapësinore më të madhe se herë të tjera. Ajo filloi në sheshin qendror para bashkisë dhe më pas pushtoi Velierën. Oratorët e protestës kanë lënë të kuptohet se aksioni i tyre në mbështetje të protestave gjithë përfshirëse të vendit do të jetë intensiv edhe në ditët në vijim.